6 zyrtar policor të stacionit të trafikut në Gjakov janë suspenduar si pjesë e një hetimi të brendshëm lidhur me dyshime për shkelje serioze gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. Burimet bëjnë me dije se masa e suspendimit është marrë pas iniciimit të procedurave disiplinore, ndërsa ndaj zyrtarëve të përfshirë pritet të zhvillohen edhe veprime të tjera hetimore. Rasti raportohet të ketë ndodhur me 19 shkurt 2026, ku fillimisht një qytetar në Gjakov është njoftuar për një gjob për parkim të veturës në vendin ku është e ndaluar. Tutje sipas njoftimit, qytetari kishte shkuar në stacionin policor për të marrë tiketën për kundërvajtje, por i njëjti pas kontaktit dhe një bisede me zyrtarët policor, ishte arrestuar si i dyshuar për kanosje. Qytetari pasi kishte dalë nga ndalimi policor, i ishte drejtuar edhe me ankesë IPK-s, të cilët kishin marrë edhe veprimet hetimore. Burime nga kallxo.com bëjnë të ditur se qytetari u kishte prezantuar edhe një video inspektoriatit policor për veprimet e tij ndaj zyrtarëve policor, e që pas analizimit është vërejtur edhe fakti se në video dhe gjatë komunikimit nuk ka pasur fare kërcënim, ashtu siç kishin pretenduar policët e trafikut. Në anën tjetër, sipas njoftimit që ka publikuar IPK, thonë se pas ndërmarrjes së veprimeve hetimore, është vërejtur se raportet e zyrtarëve policor, mbi bazën e të cilave është iniciuar rasti i kanosjes, nuk përkojnë me ato që dëgjohet në incizim dhe dyshohet se edhe nuk janë të vërteta. Hetuesit e IPK-s janë konsultuar me prokurorinë themelore në Gjakov dhe veprimet tjera hetimore do të ndërmerren ndaj 6 zyrtarëve policor në procedurë të rregullt në drejtim të veprës penale, keqpërdorimi i pozitos apo autoritetit zyrtar. Rasti është duke u trajtuar nga njësitë kompetente dhe inspektoriati policor, ndërsa policia nuk kanë dhënë ende detaje zyrtare për natyrën konkrete të dyshimeve.